Gratë të cilat janë shtatzanë dhe janë në fund të shtatzanisë, bëjmë pyetje si mund ta kuptojmë ne që po fillojnë shenjat e lindjes. Para se t'ju them këtë, dua për të gjitha gratë që bëhen nëna, t'ju them që shtatzania është një proces fiziologjik, biologjik. Është një mrekulli dhe një bekim për të gjitha ato gra që janë shtatzana dhe do bëhen nëna. Prandaj duhet ta përjetojnë jashtëzakonisht shumë bukur këtë fazë të jetës së tyre apo këtë periudhë të cilat ato janë shtatzan, pasi pas 9 muajve që kanë mbajtur bebin e tyre brenda mitrës apo brenda barkut të tyre, do dalin në jetë fetusi, fëmia që do jap një lumturi të jashtëzakonshme të papërshkruar nënës. Po kur kjo nën apo kjo grua shtatzan duhet të di që po fillojnë disa shenja dhe është në prag të lindjes. Së pari, fillojnë disa dhimbje në fundin e barkut, pra ka një rëndim në fundin e barkut, pasi është pozicionuar bebi drejt kanalit të hyrjes. Tjetër, ka një urinim më të shpesht, jo se s'ka urinim, sidomos gjatë 3 mujorit të fundit të shtatzanisë, por shenja para se të filloj lindja, urinimi bëhet më i shpesht dhe urinon në sasi shumë të pakët. Tjetër, bie tapa mukoide, e cila është mukus i trash dhe me rema gjaku, që gratë nuk duhet të shqetësohen. Kur bie tapa mukoide, tregon që për 1 deri në 2 ditë kjo grua do lindi. Tjetër, mund të plasin ujërat, pra xhepi i përparëm plasin ujërat. Gruas i duket sikur po urinon në mënyrë të pavullnetshme. Në fakt, këto janë ujërat që kanë filluar të plasin. Ujërat të cilat zakonisht plasin gjatë lindjes, por ndodh që edhe para lindjes. 24 orët e para, kjo grua nuk duhet të shqetësohet, por pas 24 orëve të para, patjetër, pasi i kanë plasur ujërat, flas gjithmonë, patjetër që duhet të drejtohet në maternitet, pra tek specialistët. Tjetër, fillojnë kontraksione, të cilat janë shumë të shkurtra dhe zgjasin pak dhe përsëriten pas 20 apo 30 minutave, që këto mund t'i masi dhe vetë gruaja. Kontraksionet të cilat, duke vazhduar, bëhen më të shpeshta duke u shkurtuar dhe koha. Kontraksionet janë të pavullnetshme, pra ato janë në mënyrë të pavullnetshme, nuk i ndërpret dot, pasi bëjnë forcimin e muskujve të mitrës për të drejtuar bebi drejt kanalit të lindjes dhe për të dalë fëmia në jetë. Faleminderit.